pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi këtë herë të komentojmë pak të bigun e Kosovës. Në fakt po bëhet e neveritshme kjo loja e Labinot Rexhës. Unë Labin e kam menduar pak personazh më strateg, kam menduar që do të bënte një lojë pak më interesante, por jo gjithmonë të prekeshte tek një dhimbje e një vajzës 18 vjeçare. Pikërisht tani që po bëj këtë videon, po ndodhe një debat i zjarrt brenda kësaj shtëpie mes Labinotit edhe Elionës. Tani Eliona nuk është se i përmendën bashkëshorte, nuk është se i përmendën fëmijët, nuk është se i përmendën jetën e Labinotit, ndërsa Labinoti gjithmonë kur ka zën ka me Elionën e përdorën fenomenin e familjes. Ti familja të ka mbajtur brenda, ti ke hyrë me dinamikën që të ka dhënë familja, ti e ke përdor familjen për lojë. Unë mendoj që Eliona nuk e përdori familjen për lojë. Elionës familjen brenda shtëpisë ja vuri Benita. Benita ja tregoi, ndërsa Eliona ka qenë ajo e cila është munduar ta shmangën si temë sepse ka dhimbje shumë të madhe. Dhe nuk e di pse banorët nuk din të luajnë, por prekin në gjëra që dhëmbin më shumë. Okej, e kuptoj, është fama në pyetje, është viraliteti, është gjithçka, po pse duhet të futen gjërat nga jashtë brenda kësaj shtëpie në momentin që në fakt djegin më shumë. Unë e përgëzoj Elionën për qëndrimet që ka, do me thënë i ka debatet shumë të zjarta, i ka shumë të forta, nuk është një banore thjesht që mund ta marrë në përkëmbë dhe pres në fakt që të shkon në finale. Ndërsa Labinotin e shoh shumë inatçor, e bën lojën shumë private, në kuptimin do me thënë nuk e quan lojë por e quan personale, i merr gjërat krejt në personale dhe mendoj që nuk mund të nxjerrën anën e atij për atë anë që ai flet shumë brenda shtëpisë së Big Brotherit, që thotë që un kam anë pozitive, kam energji të mirë etj, teksa do me thënë prekën në dhimbje tek një vajzë 18 vjeçare që me këtë dhimbje preket jashtë edhe familja. Unë mendoj që familja nuk duhet përmendur dhe nuk e kuptoj pse Eliona goditet gjithmonë tek kjo dhimbje.